Unë nuk e dija këtë gjë, se s'kam ndërmend të gjëmoj të thënjet në rrjetet sociale. Edhe nuk është se është në preferencat e mia të thënjet. Le ta gjëmojnë, bëjnë çfarë duan, tu çfarë nuk gjëmojnë, e kupton, mua nuk më bën. Kështu. Mos është edhe stisje për të marrë më shumë klikime. Dëgjoj, edhe ajo mund të jetë, por ne po flasim për fenomenin i nderuar profesor, për fenomenin. Pra, a qëndron kjo problematik që njerëzit që në 40 vjeç janë të varfër e meritojnë dhe bëri ca krahasime. Bile kaq do bërë, jo po qeveria që ca gjëra që s'ka lidhje fare. Populli meriton qeverinë që ka, ne meritojmë misin që kemi dhe këta 40 vjeçarët meritojnë gjendjen ku janë pa i analizuar dhe pa i bërë shiko. Kur nxjerr të tilla postulate, duhet kesh parasysh që do kesh analizuar mirë, do me thënë gjithë situata. Edhe po e ka thënë Ermali e tha më. Jo, po ne s'po merrem. Po jo, se çdo merremi ne kush e tha, po problemi është. Shiko, po nuk vetëm ai, unë kam dëgjuar shpesh këtë fjali. Kush ashtu e pa ti e meriton. Mund ta kem thënë. Kjo është një nihilizëm i pastër që e përdorin njerëzit që kanë një botë të vogël. Shiko, kur ti shikon që ti sakrifikon ke bër ato kapërzimet se siç kemi filluar në punën, dhe shikon një tjetër që ri dhe thot, "Ua, po ky."